Ndihmë sekretari i Departamentit Amerikan të Shtetit për çështjet evropiane, ishte ambasadore në Shqipëri, Yuri Kim, ka shkruar për takimin që ka mbajtur me rastin 20 vjetorit të partneritetit në mes anëtarëve të vendeve vëzhguese të Kartës së Adriatikut. Në këtë takim ka marrë pjesë dhe shefja e diplomacisë kosovare Donika Gërvalla Zhvarc dhe emisari për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar. Kim ka thënë se është rënë dakord që të vazhdohet puna me dekadën e ardhshme për sigurinë dhe stabilitetin e Ballkanit Perëndimor si dhe integrimin dhe bashkëpunimin rajonal. Urime për 20 vjetët partneritet midis anëtarëve dhe vazhguesve të Kartës SBA Adriatik AKP-s, ne ram dakord të vazhdojmë punën në dekadën e ardhshme për sigurinë dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor si një integrim të bashkëpunimit rajonal. Ne gjithashtu rikonfirmuan se do të vazhdojmë të qëndrojmë në solidaritet me Ukrainën, ka shkruar Yuri Kim. Karta e Adriatikut është një organizim i formuar Shqipëria, Kroacia, Maqedonia e Veriut dhe Shtetet e Bashkuara me qëllim të ndihmës në projektet e tyre për t'u anëtarësuar në NATO. Karta u nënshkruar me 2 maj 2003 në Tiranë nën kujdesin e Shtetet e Bashkuara. Kosova është shtet me statusin e vëzhguesit dhe ka aplikuar për anëtarësim nga viti 2012.